Për kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, investitorët shqiptar duhet braktisin sektor si ndërtimi e pasurisë të paluajtshme për t'u drejtuar sektorit të bujqësisë. Meta ka shfrytzuar një vizitë në një sipërmarrje për rritjen e luleshtrydheve për të tërhequr vëmendjen e biznesit drejt bujqësisë. Në këtë mënyrë, pasi diskutim që bujqësia jon do të rilind dhe do të shfrytëzojnë maksimum kapacitetet e saj ende të fjetura. Njëkohësisht kemi nevojë për t'u drejtuar gjithë investitorëve vendas, të cilët deri tani kanë investuar në pasuritë patundshme, në ndërtim dhe në aktivitete të tjera, të cilat i kanë humbur avantazhet e dikushme, që të investojnë në bujqësi. Pasi investimi në bujqësi është një investim i sigurt, është një investim i suksesshëm. Meta ka sqaruar se vetëm në 2 vitet e ardhshme fal këtij biznesi luleshtrydhesh do të punësohen 2000 persona. Duke shfrytzuar këtë mikroklim që ka vendi ynë si një vend bregdetar dhe faktin që luleshtrydha nuk mund të kultivohet kudo, ka disa kërkesa strikte specifike, ne mund të arrijmë të jemi një faktor i rëndësishëm në tregjet europiane, në tregun e luleshtrydhës. Sipas Metës, investimet në bujqësi kanë avantazhin më të madh pasi e kanë të garantuar tregun e shitjes së prodhimit.